Ahmeti ka qenë promotori i gjithë këtyre organizimeve. Edhe fëmijën i kalon të dhonë ponës veç për arre dhe për popull mëshirë. Se ai ka lëve punë, ka lëve prim. E ka lëve gjakën, e ka lëve jetë, e ka lëve për Kosovë. Për herë të parë është marrë vesh që shqiptarët në Kosovë janë të shtypur. Ka rrezikue çdo sen vetëm të arrijë qëllimin. Përpjeket i bojke, po e përmoj ka ambasada e vësë. Në një kohë kur flamuri kombëtar ndalohej, kur gjuha shqipe persekutohej dhe identiteti ynë kërcënohej çdo ditë, lindën njerëz të rrallë, të heshtur në fjalë, por të fortë në veprim. Ahmet Metaj ishte njëri prej tyre. Rinia e tij nuk iu kushtua ëndrave personale, por kauzës kombëtare. Ahmet Metaj nuk ishte vetëm mësues. Ai ishte pishtari dijes në kohë errësire. Çdo fjalë shqip që dilte nga goja e tij në klas ishte akt që sfidonte një sistem shtypës. Regjimi jugosllav nuk e pa kurrë si një arsimtar të zakonshëm, por si një rrezik për rendin e tyre, sepse ai mësonte dashurinë për komb, për flamur dhe për identitet. Arrestimet, ndjekjet dhe kërcënimet nuk e ndalën kurrë. Ai vazhdoi me librin në njërën dorë dhe idealin në zemër. Vështërsia e ta quajë jashtëzakonshme ishte pengesa nga ambasada e Jugosllavisë, që përpiqej që nxënësit shqiptar t'i fusin në një thes me nxënësit tjerë, me serb, me kroat, me bosnjak, me maqedon e tjerë. Mi për ne dornin të ndonin, që gjua shqipe të ishte e veçantë. Dhe vitin 90 ne arritëm që me një shkresë drejtuar organeve federative në të kohë dhe organeve të ambasadës, që prej kësaj dite ne shkëpusim të gjitha marrëdhëniet me ambasadën e Jugosllavisë dhe me organet federative. Kur është angazhu Ahmeti për hapjen e shkollës, ai personi në misionin ushtarak, i ka thonë Ahmet Metës me këto fjalë, prezent teme. Ahmet, nëse e ki për një me për me hap shkollën, unë e nimoj edhe grani, regjistroni e hapi shkollën. Veç mos meno që te mund është me ardhë, me thonë pësim në këtë shkollë. Se ja kanë ditë fillin e familjes Ahmeti, Metaj, baba i tyne ka qenë vetë një ndër ata që nuk e ka pranu pushtetin Jugoslav, edhe Brahim, sidomos të vllazërit, Brahim Ahmet e gjithë tjerë janë konë të përdjekun drejt për drejt për pushtetit Jugoslav. Qash ka si rrezikum për udhës Jugoslave, kër ka hapë shkollën e parë shqipe, sa që këtë thuen për Ömer Abazovićin keq kësë të mirë. Me jam e pësekë. Kë ka ushtru 3 muaj me nxjerr pistollin me rrotu për 3 sekonda. 3 muaj ka ushtru. Me nxjerr pistollin me raportu për 3 sekonda. Ta shpejt. Pse o tut kur e kanë thirrë Abazovićin në zyrën tina. Që shumë keq për të më është edhe për të nevër keq. I thot, ti thes ju shkone, ti thet nalu. Komunal. Këtë pistollin e veti. Qysh me vrau vllaun në institucion ishë Jugosllavisë atëre?
Thët Ahmetet e ditët që je përgatit, këtë ditët, që e kje dhe pështu e kime veti, thët unë nuk kam plumë për ty. Ja bon Ibn Aziz. Thët vazhdo punën, musonal, mund kim rapa. Dhe këta që janor ka kalzu. Më kujtohet njëherë kur kishte qenë ambasadë për shkollë edhe i kishte thonën një administrator aty që ka qenë në ambasadë edhe thot ti pe hap shkollën, po ndoshta tut kanë me ta mbyll. Ka qenë atëherë diplomati serb, Simonović, edhe i ka thonë, o Ahmet Meta, ti edhe nëse hap shkollën shqipe, po ty nuk të lëmë edhe mësim gjuhën shqipe. Ka qenë i vetmi që ka pas një shkollë të kryer dhe ka qenë i kompletuar intelektualisht. Po Ahmeti nuk ka ngajt për më punësu aty, por ka ngajt kryesore me hap shkollën shqipe dhe kanë ardhur tani profesorët e Kosovës edhe kanë ardhur mësim. Kur u detyrua të largohej nga Kosova, ai nuk e la pas luftën për ideal. E mori me vete. Në rrugët e Berlinit, në mërgimin e ftohtë, ai u kthye në zëdhënës të një populli të shtypur. Mërgimtar, por kurri shkëput. Në kohë të erta e në kohë të luftës, lindin djemt e penës, lindin djemt e pushkës. Armiku e ka nuhat dështimin, sepse dikush po ja prish bashkim vllaznimin. Bajlozi i zi e di mas miri, se shqiptarët janë si Feniksi, do të ringjallen prej hiri. Në perëndim, rrugët e Berlinit nuk ma shuajnë dëshirën e çlirimit. Dita muaj është në 10 huaj, e unë mallin për Kosovën thellë në gji e ruaj. Brezat që vinë, s'do t'i lem të shkreta, kemi dije, kështu fliste Ahmet Meta. Veprimtaria e tij u bë frymëzim për të rinjtë e diasporës që rriteshin larg atë dheut, por me zemër në Kosovë. Kur shumë kishin hequr dorë nga lufta për gjuhën shqipe, Ahmet Meta i themeloi një shkollë, një kala kulture në mes të Berlinit. Dituria nuk ishte vetëm një shkollë, ishte një betejë e përditshme kundër harresës dhe asimilimit. Në bankat e saj u rrit një brez që mësoi të flasë, të mendojë dhe të jetojë si shqiptar. O Rahim Rapçani, unë nuk jam të hap shkollën për veti, as nuk jam të hap që do të hi një herë në dhomësim, po mu hap shkolla për hir të nxënësave edhe të fëmijëve shqiptarë në Berlin. Edhe e kemi marrë seriozisht, kemi dalë, kemi regjistru kush çka ka mujt, ma në fund e hapi shkollën shqipe dhe vazhdoi shkolla. Tash, mas 76-ës, deri me vitevin 2005, vitin 2025, nuk ka shkollë shqipe tash në Berlin. Ahmetit i ka met gjeg që nuk ka hap shkolla përsëri në Berlin. Një popull i pashkolluar është i mrapametën. E ki ka desh me shkollu çdo njonin, po, qatë që ka dhënë Zoti. Tha me qeli shkollë, bo Ahmet, s'ka pas mi, se kom 7-8.000 vëllo janë unë, se na shtamin se edhe ky duket i ka pa frëzën dikur. Tha, a kjetë mi thërë, o vëllo i kom një 8. Tha mi shkruve, e mi auquve, tha 6 Republikë, 2 për Krajinë, e mi qesh, tha shpërnal Ahmet.
unë i 2 herë vjet i bjet letrat e letë e fëmijëve, mos diçka për shtet këtu e din. Jo, thot, s'ka lidhje me Gjermaninë kjo. Veç mi javë të shuhet 6 Republikë, 2 për Ukrainë, që ka shmi i kemë pa shkollë. Tha, por ashtu për i shkruj. I shkruam, pasha zotin, nëjse nuk u konë veç vetën, po janë në muzej tjetëri, në fatë mulla, vëdek, bajra, refati është smut bilis pa vedije. Vëllojnë 76-ën u qërë shkolla Shqype. Edhe sot, mas po 5-6 misin konë. To mund më të kalëzu dhe janë në zi pak. U qërë shkolla, po e prunë Makedon. Edhe unë si kishë armin, po thot, po shkojmë, a Ahmeti ke jetu, thot, shkolla u qërë, po ne kanë prunë Makedon. Shko, atën. Thot, hajde shkojmë, po, kur shkojmë një 30-40, po. Thot, i thot ati miku të vetë, Rifatit, thot, kuj Makedon, thot, veç vete, që qërë shkolla Meta, se, bile kur shkojmë aty shko, po thot, Meta në gjuhën e tyna, po dhe lufta, që shda ratuesha, që jo me këta, jo ratuaj, po këta i kanë të minë këtu, po kanë qef mi film mësues pja mësën. Shkoj për në shpenzime relativt të vogla tjeta, mi bo do ftesa prindve, të fëmijëve, më të bote. Thonte, në një komunë të Berlinit, janë theke 36 shkolla Shqipë, aty në shkolla, që janë në Berlin, në një komunë. Nuk ka klasë se ka theke një fëmijë shqiptarit. E 2 e 3. Po suni të banë në shpijet të jam, se ti me gjë, suni banë, e nuk i banë. Do më thonë, deri në momentën e vdekjes, a i ka qenë i frymëzon për shkollën Shqipe, për kompin shqiptar, për advetarizm edhe për fej ka qenë i pandam. Ky e mora atë veprimin për me njëherë me ju kondervu, a thojna për me bon shkollën, me cilë shkollën Shqipe. Edhe i shkojtje gjithë se kuj me thirje, me të bime, me në këshillajtje. Në 76-ën, insistus numër 1 me hap shkollën. Edhe kisha rrit. Po një gjanë që më tregoj, kur ka shku në konzulat, qatë që e kishin u rejt. Pse ti donë me të hap shkollën Shqipe, pse kështu e kemi andej e këndej? Thot, komuniteti janë shqiptar, është i barabartë një Jugoslavin. Kjo konzulat është ish Jugoslavisë. Edhe qka kje ti këtu të barabartë ka me dhonë si komunitet shqiptar. Edhe duhet fëmijën im të mëson Shqip. Nuk e ka përmen asimilimin atë, se nuk ka dasht hyn, po ndërkohë edhe kish arrit qëllimin. E kish hap shkollën Shqipe në atë vjet 1976. Muj me thonë që afer 2 vjetë që nuk ka mujt me bohë gjatë, se përpjeket i bojke, po e pengoj ka ambasada e gësej, për 2 vjetë ka hecë natë ditë për me hap shkollën Shqipe. Dhe vonë iniciatori numër 1 akon Ahmet Meti. Ish ambasadori që i ka qenë qetnik, i ka thonë babës që ti, sa t'jam unë këtu ambasador, ti nuk ki me hap shkollën Shqipe. Kjo ka qenë 74-ën, 75-ën, se një 2 vjetë ka vepruë për të arritë për hapjen e shkollës, po nuk i ka lënë shenjt babës edhe ka vepruë matutje edhe ka pas sukses. Edhe i ka thonë baba, unë nuk mund është lirisht me ma dhonë emnin Milosh, në qovë se unë nuk arriti të hapi shkollën Shqipe. Me qenë mësus në atë kohë që shpërthash, ka qenë problem për shkak që tyne probleme që i përmena unë dhe sigurisht edhe të tjerë që i kanë thonë për shkak të mbikëqyrjes së organeve jugoslave, edhe natyrisht që ka pas edhe probleme të tjera, për shembull në disa shtete, Gjermania ndryshe ka këshyrë këtë problemin e shkollimit në gjuhën anëtare të zonë, ndryshe është në Suedi, ku kjo është kajtë në nivel shtetënor edhe gjuha Shqipe është e barabartë me gjitha landet tjera mësimore. Në vendet tjera kjo punë nuk ka qenë kajtë e rregulluar kështu, për shembull në Gjermani deri tash kemi lexuar kohët fundit që njerëzit tonë ende janë të regjistruar diku ose organet gjermane ende i mbajnë regjistrimin si qytetar të ish Jugosllavisë, jo të Republikës së Kosovës, që ishte një
një risi jo e kamshme për me kështu. Pak njerëz e kishin atë guxim, e kishin atë farë sensi për të kontribuar dhe për të dhënë më të mirën të mundshme për shtetin tonë. Është një prej tyre dhe Baci Ahmet ku e themeluan shkollën shqipe, ku në atë kohë vetëm fjala shqipt të përmendte ishte një sen shumë i vështirë. Ata e formuan shkollën shqipe dhe është një shkollë që ka funksionuar në atë kohë. Kanë vijuar shumë të reja mësimet. Baci Ahmet u ka mësuesi jonë shqiptar të në Berlin. Çdo herë na ka folë për mësimin shqip, për kulturën shqiptare, për traditat shqiptare, për çështjen kombëtare. Çdo herë na ka folë vetëm fjalë të mira. Na ka ndihmu, u ka një papritueshëm, na ka këshillu. Kjo ka qenë njëna për shkollave, nga 3 pika fillimisht në 1976. Kjo ka qenë pika e tretë që hap, pika e parë ka qenë në Neukölln, këtu jena në Charlottenburg, është pika e tretë që hap. Ka qenë shkolla fillore në gjuhën shqipe, edhe klasat që shini kina pas këtu, 2 klasa kanë qenë për 2 cikla, edhe në fillim ka qenë gjithmonë mas dite, masi që kena baru shkollën tonë në gjuhën gjermane, pastaj jena arë këtu edhe e kena vazhdua mësimet në gjuhën shqipe. Në fillim ka qenë shumë vështirë dhe nuk ka pas kërkesa shumë, sepse njerëzit i nrujt shumë nga udhba dhe kanë pas frikë nga tyre. Kështu që regjistrimi i parë i nxënësave ka qenë shumë e vështirë. Po pastaj, mes viteve të 80-ve deri në 89-ën, prej 89-ën e matutje ka pas shumë kërkesa. Edhe në mërgim, hijet e ertë e ndishnin. Regjimi Jugoslav nuk harron ata që nuk i nënshtrohen. Ahmet Metaj jetoi me rrezik, por pa frikë. Kujton armiku se po më nënshtron, por Zoti kur se sprovon askë me atë që ai nuk e përballon. Si me pushk, si me pen, unë kam le para dhen. Edhe 100 herë kisha me jetue. Prap kisha punu, çfarë kam punu. Në paqa jetë me jetu, dej në atë ditë që atë dheun të lirë me pa. Çdo ditë e tij ishte një betejë. Çdo veprim i tij një sfidë ndaj një shteti që donte të zhdukte zërat kundërshtar, por ai nuk heshti kurrë. Ahmet Metaj nuk është veç emër, është vepër, është legjend, një veprimtar i pashoq në kubiton, është një heroj, është një dëshmor, është adhetar, është vetar gjithat vetytet e një njerit i ka pas emër. Për mu është, pas tërgovës, është një dyshe Ahmet Metaj, me punë vetari. Bodë kom dorfe me Aganën, bodë kom shku me Vepratina, me Takif Bajramet, me Unatyne, Adem Demashit, po këj ka mullu gjithë i ka mullu. Këj është Hasan Pristina i dytë. Ahmet Metaj është Hasan Pristina i dytë.
Ahmeti është një njeri, një veprimtar, një patriot, një qka si s'muje përshkrujnë me fjallë. Ka qenë një njeri shumë i vendosur, ka qenë një veprimtar i palodhur, që gjithherë ju është përgjigjën kërkesave popullore pozitivisht. Pa përthu, asnjëherë ai ka qenë i gatshëm të verë gjithçka në lëvizje. Do të theksoj një rast që banesa e tij, shtëpia e tij, ka qenë qerdha e lëvizjes popullore të Kosovës. Ne jemi larg Ahmet Metës. Ahmet Metaj ishte ai njeri që çdo kund që kishte nevojë me organizue për demonstrata, për shkollë, për klub, për atje, për të gjitha, ai ishte numër 1. Ai nuk kursente. As nuk kursente materialisht, as fizikisht. Ajo demonstrata jonë ka qenë shumë e fuqishme, është përqu zëri shqiptarëve gjithandej, jo vetëm në Berlin, por në gjithë Evropën. Edhe çka është për të mirë që gjermanët në kanë përkra si institucione dhe si popull. Atë kur fillon ato demonstratat të nisësh anena, atë na kanë bashkuar gjitha zonat se na tregon dëshirë që është një karë, një mësues edhe një veprimtar, është shumë një borë mirë i anës komunës të Stokut. Ka rrezikue çdo sen vetëm të arrijnë qëllimin që populli jonë, mërgjimtarët, të kanë edhe shkollën, edhe klubin, edhe ato dituria ka qenë një shoqat kulturore, artistike, t'i shprehin ato, t'i japin ati komuniteti, mos t'asimilohet ai popull, ata fëmijë që ne krenohemi gjithmonë që kemi një rinit shënosh. Po për rinit shënosh, do të punojsh si Baci Ahmet. Kështu që veprimtaria e tina ishte me shpirt, një adhetar, një humanist, njeri që kishte çdo gjë të vetën t'ja abdikoj. Dyert e Ahmetit kanë qenë 24 orë hapur për çdo koni kush ka pas të vë me ndihmë. Sidomos bashkëshortja e Ahmet Metës, Drita, ka punuar, ka hec, ka ngajti, ka prit me njerëz me vullnet, mirë po ajo i ka pas edhe familje ku ka qenë si vajzë atëherë, familje patriotike, vllavin Baramula, Rifat Mula, e kështu që i kanë prit njerëzit pa pritesë me vullnet plot. Po ai na ka prit, ai ka hec, ai ka domethënë nuk ka pas njëri më të mirë hiç. Nuk mund të thonë që ka pas njëri më të mirë. Edhe njëri më të zotit. Ahmeti ka qenë promotori i gjithë të organizimeve. Ai ka prim në organizimin e themelimit klubit, që ai klubi ishte qendër. Pa klub, ti s'ke mujt, janë mbledh shqiptarët, po janë mbledh në përparqe. E në park, në përparqe ti s'ke mujt kur gjo me bo. Kështu që pengesa kryesore ka qenë pej ish Jugoslavijës, që shqiptarët mos ta kenë një qendër ku mujnë mu taku edhe me bashkëpunu. Ahmeti, Rifati, Bajrami, unë me Femi Dözde, me që kemi qenë një grup njerëz, jemi organizuar dhe është themeluar dhe klubi shqiptarëve. Si person nuk koni dashur për çdo njeri. Edhe nuk s'kam të shush me thonë që ai sen që më thonë diçka ka këshirë për veti, mora edhe fëmijin i kalon po thonë onës veç për adhe dhe për popull më shirkë. Në atë kohë demonstratat e para, domethënë me sa kujtohet, ka qenë Minhen. Më kujtohet që ka qenë Isu Gërvalla, Bardos Gërvalla dhe Kadri Zeka. Bile më kujtohet një hovë e pa të mpyt nga Ahmeti që pse s'pe bon demonstratën në Berlin. Po Isu Gërvalla në tha që Berlini i rrethuar në mur, ma mirë ju i bjerë me udhëtuar një Berlin, se sa me arë njerëz pi Gjenevës, pi Brukselit, pi Stuttgartit, pi anë tjerë. Ka rastis prej tyre njifem pak ma tepër me punën ilegale,
Ata kanë qenë persona që kanë komunikuar me ambasadën e Shqipërisë në atë kohë. Nga aty kanë marrë shumë informacione, kanë marrë shumë broshurat ndryshme, kanë marrë literaturë. Kështu që më është mundësuar në bazë të met edhe vllaut tim Junuzit që në atë kohë nifem me shumë informacione që në Kosovë apo në Maqedoninë në Shkup nuk i kemi pas rastin të shohim, të lexojmë. Kosovë po që je kemë lanë Në ku jetoj fjallë të po mizje sahmet Në murina doj ke o peshon venet vet Në qyrë dulë shtu e po brehaj me det Vani gjynat mave more pas kem punu Vani ta që po duhet edhe me I pagu Vani deri në shpirt e besa me u përvlu Besin more povë del për pa Në rabune delo pushave dhe po dela Në rabune liva vje po del tori Në shtav dalin o dhate po be gjithu o gisha Anim dalin e shok të moro për mdel ofisi Ani atëre vajit e të modhe jani E si ta shoselan e vomore blazni Ani dere pero dere veshpi pero shpi Ani qka më gjeton more vëlloj Haje more mos o gjone ty o nove Si që sheni, këtu ku tani një sigurim si quhet Ergo, ka qenë klubi Bajramcurit që hap 1981 nga dajt e mi Rifat Mulaj dhe Bajram Mulaj dhe nga baba im, Ahmet Metaj, ndjeri. Dhe këtu jenë bo gjitha organizatat demonstratave, gjitha pajis, do më thonë, partit që ka qenë Lëvizja Popullore, pasaj Lëvizja Demokratike e Kosovës, që ka qenë edhe kryetar baba jam këtu në Berlin. Edhe vazhdimisht I mbledh këtu shqiptarët edhe I kanë bërë organizimet. Po ajo ka qenë shtylla kryesore. Pa nonën time baba nuk kish mujt me arritat, do të thotë për popullin ton, që I kena ton obligim me vepru për kombin ton, nuk kish mujt me arrit. Po fatmirësisht e ka pasur edhe partnerin, edhe shoqen e tij, Drita, e cila ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm bashkë me Ahmet Metaj. Familja e Ahmet Metës e ka një vlerë shumë të veçantë, edhe kanë kontribu, kanë dhënë gjitha mundësitë që kanë patur, I kanë dhënë për popullin tonë shqiptar. Republikës Kosovës.
Është një koncert që ka organizuar në vitin 1990 këtu në Berlin. Në kuadër të koncertit ka sjell Bacën Femi. Lejoni në pak minuta të përshëndes gjithë për një lëvizje kombëtare shqiptare qysh ka krismë e tekojt kaluar. Me lidhjen e prezentit sigurisht i ka pas formuluar plotësisht programin tonë kombëtar. Zhvillimi e plot edhe integritetin e atyre lëvizjeve ku shqiptarët të organizuar. Ka qenë ideja marrë Ibrahim Rugova, po nuk ka mujtë se nuk e ka lejuar regjimi i qetnikëve atëherë, kështu që e ka sjell doktor Femi Agonin, sepse në qoftë se e kishin organizuar një mbledhje, atëherë nuk e kishin lejuar. Po e kanë shfrytzuar koncertin për me depërtuar Baca Femi. Ku diqën piktujt, baba gjithmonë u largojkën një 5-600 metra piktujt, e merkën një taksi edhe shkojkën shpe dhe makinën ose kerën e lekë para klubit. Edhe gjithmonë im çudit, po si fëmijë nuk e kom kuptue, edhe pastaj ku im rritë kom pyet babën, Allah hile bab, pse e ke lënë makinën gjithmonë te dera? Thoj ka e kanë vrarë vllazën të gërvat bab, kështu që gjithmonë duhet më rujt njëri për çetikëve. Baci Ahmet njihet si një ndër organizatorët kryesor shqiptarët Berlinit që ka marrë pjesë në gjitha demonstratat, organizime që janë bërë jo vetëm Gjermani, po edhe në tjera shtete të Evropës. Një adhëtar i palodhshëm. Jam shumë krenar që e kam njoft. Ne si popull duhet me qenë krenar me pas kësi lloj njerëz adhëtar të shuar, cilët kanë kontribu dhe kanë dhënë shumë për shtetin tonë. Ky ka qenë i angazhuar natë e ditë, në çdo rrethon, në çdo kohë, ku ka qëndru, ku ka qëllu aty, ai ka qenë vetëm për çështjen kombëtare. Ka qenë një burr modest kështu, në pamje të parë nuk ka marrë mendja që nuk është shumë që flet shumë, por ka qenë i interesuar për çdo gjë, për çdo variant që është e mundshme, që mund t'i kontribuohet çështjes kombëtare. Ky ka qenë aty i gatshëm, edhe jo vetëm fjalë, po edhe me veprime ka qenë i tillë. Baba ka qenë një njeri që ka pas shumë durim, ka qenë shumë i qetë, jashtëzakonshëm i qetë, që unë nuk i kum go, po ka qenë shumë i veçantë i qetë, edhe gjithmonë ka mendu me pas paqe, që mos mu cëkru njerëz në mes veti, mu bashkue, mos me pas ndikime nga jashti, se këto ndikime i ka përqa popullin, edhe përqamin baba e ka muhu shumë. Ahmet Metaj iku, por nuk u shua. Ai la pas një emër që nuk harrohet, një trashëgimi që frymëzon dhe një histori që tregon se si një njeri vetëm mund të përballojë një sistem. Që nderë, emësina nuk kam harru kur. Unë e lusë qevrinë e Kosovës, se do mos komunën e Prishtinës, edhe të istokët e Gjurakos me lonë në emën rrugë tina. Me lonë në emën rrugë Ahmet Metaj, Prishtinë, edhe në stokët Gjurakos. Dhe unë pa dyshim e quj njeri që vërtet themelet e Republikës Kosovës janë me këta njerëz. Me Ahmet Metaj, me shoqen e tij Dritën, po edhe me njerëz të tjerë të cilët kanë qenë bashkëpunëtorë. Na nuk ja dim kimetin sa ato është gjallë dikush, nuk shkruajmë edhe nuk flasim shumë për ta, po masi të vdes, shkon në Hamçim, mundohemi me fol shumë për ta. Për ta shka të flasme është pak, njerëzit duhet, krejt njerëzit, duhet me fol për angazhimin edhe organizimin e Ahmetit në Berlin. Për Ahmet Metin do të punojmë edhe na që e kemi njoft, do të japëmi ato maksimumin për to, që atë njeri kur mos shuhet emri i tij. Edhe pak njerëz lindin në këtë botë si Ahmet Meti. Ai e nisi jetën me librin, e vazhdoi me luftën dhe e mbylli me një emër të skalitur në historinë e kombit.